Përshëndetje të gjithëve. Nëse ju pëlqen byreku por nuk dini të tërhollni, atëherë kjo recetë është fiks për të gjitha ato vajza ose gra që nuk din të përdorin petësin ose ollain në thënë ndryshe. Petët e këtij byreku hapen vetëm me dorë dhe dalin tepër të holla. Në fillim përgatisim brumin me 500 gram miell, një lugë të çajit me krip dhe diku te 300 ml ujë i vakët. Do formohet një brum i butë, të cilin do ta lëm të pushojë për 10 minuta. Përgatisim mbushjen e byrekut. Këtu kam 1 kg presh e krim te ky grishti i perimeve që preshit të zbutet shpejt. Në tigan kisha vendosur 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri dhe e lëm preshin të zbutet. Ai do lshoj lëngjet e veta. Ndërkohë e brumi i cili ka pushuar për 10 minuta, e ndajmë në 12 kulaçka, i sistemoj mirë kulaçkat dhe më pas tek një pjatë të cilën nuk kam shtuar vaj ulliri, do ta hapim në këtë mënyrë me dorë. Kaq mjafton, e vendosim te pjata, duke e kthyer edhe nga ana tjetër, që peta të jetë plotësisht e lagur me vaj ulliri. Kështu do vazhdojmë radhë me të gjitha petët, duke i hapur nga pak dhe duke i vendosur në pjatë të lyera me vaj ulliri. Është e rëndësishme që këto petë të pushojnë për 30 minuta, ndërkohë ne merremi me mbushjen e byrekut. Preshi tashmë është zbutur, shtojmë 500 ml qumësht, dha lëm të zijnë për 10 minuta me qumshtin dhe qumshti prihet, bëhet zigjiz kur zihen me preshin. E rregulloj me krip, i shtojmë piper të zi. Këtu në tas kam 3 vezë, i shtojmë vetëm një lugë të gjellës me vaj ulliri që vezët të përzihen mirë. Pasi në tigan ka bollshëm i ndyrn gjella. I shtojmë vezët në tigan. E përziej mirë. Dhe mbushjen e byrekut e kemi gati. Do filloj me tërholljen e petëve. Si u thash edhe në fillim, nuk do përdorim as ollai dhe as rul, por thjesht do ta hapim me dorë, duke lyer tepsin me vaj. Mund t'i hapim petët një nga një, por mund t'i hapim edhe 5 bashk. Unë këto petët e shtresës së fundit do t'i hap një nga një, ndërsa shtresat e tjera do t'i hap bashk. Hapet shumë shpejt dhe petët dalin tepër të holla. Edhe pse griset pak nuk ka problem, pasi e zë peta tjetër. E rrotullojmë pak me dorë që të hapet pak më shumë dhe fillojmë ta përshtasim në madhësinë e tavës. Kështu do vazhdojmë radhë me 5 peta. I shtojmë shumë pak vaj ulliri, edhe pse petët kanë mjaftueshëm vaj. Po e demonstroj më shumë hapjen e petëve që ta kuptoni. Hapen shpejt, nuk të lodhin fare dhe byreku del me petë shumë të holla. Kjo është peta e fundit. E përshtatë mirë, është momenti për të shtuar shtresën e parë të mbushjes së byrekut. E hapi mirë, unë do t'i shtoj 3 shtresa. 3 shtresa me mbushje.
dhe pra byreku do dalin tepër i hollë. Marrim 3 peta bashk, i hapim në të njëjtën kohë. Si u thash edhe në fillim, këto pet mund t'i hapni bashk ose mund t'i hapni një nga një. Vendosim sërish një shtresë me gjellën e preshit. Kur preshi përgatitet me qumësht, kur zjen me qumësht, nuk ka as pak erë. Vendosim shtresën tjetër, hapim edhe 2 peta të tjera bashk, edhe shtresën e fundit. Dhe në fund fare do hapim 3 peta. Janë 3 kulaçka bashk. I hapim mirë, hapen shumë shpejt. Nëse do i përgatisni këtë byrek, mos keni fare frikë. Hapeni sepse këto petët hapen. Pak me dorë dhe pak me spatull, i ngjeshim në pjesët anësore dhe byreku është gati për në furrë, duke i shtuar pak vaj ulliri dhe piqet më pak se për 30 minuta. E presim dhe ja ku e kemi gati. Një byrek i shpejt, pa lodhje dhe të kënaq me shijen. Ju falenderoj që më ndiqni.